3 javë pas vrasjes e Elton Qiqos në zonën e Bllokut, policia ka arritur të identifikojë autorët e ekzekutimit të 31 vjeçarit, Jani Alia, 39 vjeç nga Tepelena dhe Renato Miloshi, 36 vjeç, djali Hysni Miloshit, janë autorët e dyshuar dhe të shpallur në kërkim nga policia. Gjatë një konferencë përshtyp, krerët e policisë së Tiranës deklaruan se zbardhja e ngjarjes erdhi pas një pune intensive në bashkëpunim me prokurorinë. Ndërkohë, gjykata e Tiranës ka vendosur në mungesë masën e sigurisë arrest me burg. Autorët e dyshuar të kësaj vepre penale janë shtetasit: Jani Naim Alia, 39 vjeç, lindur dhe banues Tepelen; Renato Hysni Miloshi, 36 vjeç, lindur në Berat dhe banues Tiranë, të dy me precedent të mparshëm kriminal për vepra të rënda penale. Për këtë ngjarje, aktualisht janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Krerët e policisë të Tiranës kërkojnë bashkëpunimin e qytetarëve për dhënie informacioni në lidhje me 2 autorët e dyshuar, kundrejt shpërblimit 500.000 lekë. Ndihma e qytetarëve është themelore për arrestimin dhe vënien para drejtësisë të autorëve të dyshuar për këtë vrasje. Qytetarët që kanë informacion mund të telefonojnë në numrin 069 41 10 299, duke siguruar anonimat të plot. Çdo informacion i vlefshëm do të shpërblehet me 500.000 lekë të reja. Për gati një javë, policia ka kryer kontrolle në banesat e 2 autorëve, por pa rezultat. Dyshohet se autori i ekzekutimit të Elton Qiqos është Jani Alia, ndërsa Renato Miloshi e priste në makinë jashtë ambienteve të lokalit. Burime nga policia bëjnë të ditur se krimi lidhet me implikimin e Qiqos në një rrjet të narkotrafikut, ku janë të përfshirë dhe persona të tjerë.